Kryeministri i vendit Hristian Mickoski në një prononcim për mediat deklaroi se me hyrje në fuqi të ligjit të ri për lojrat e fatit, i cili është në procedurë qeveritare, pritet që numri i klubeve që organizojnë lojrat të fatit të zvogëlohet. Mickoski theksoi se pret shumë ndryshime. Pas disa muajsh pune për ligjin për lojrat e fatit dhe harmonizimin e tij, ai është gati. Pres që këtë muaj të kaloj procedurën qeveritare dhe më pas të hyjë në parlament. Do të ketë shumë risi dhe ndryshime dhe pres që me miratimin e ligjit, numri i klubeve të tilla të automat klubeve natyrshëm të zvogëlohet, tha Mickoski. Deklarata e kryeministrit vjen pas njoftimit të djeshëm të ministrave të transformimit digjital Stefan Andonovski dhe të mjedisit Izet Mexhiti në profilet e tyre në Facebook, të cilët thonë se po ndalohen 173 organizatorë të rinj të paligjshëm të lojrave të fatit online. Ministria shpjegoi se ky është një urdhër i ri i marrë nga Lotaria Shtetërore me organizatorë të paligjshëm të lojrave të fatit online dhe i është përcjell AKE-ut për veprime të mëtejshme përmes operatorëve të telekomunikacionit. Ne si ministri vazhdimisht u bëjmë apel qytetarëve që kanë mjete financiare në këto faqe interneti që t'i tërheqin ato menjëherë dhe të mos bien prej ofruesve të tillë të rrem dhe manipulues, sepse edhe ata konsiderohen të pasigurt, ndërsa siguria e internetit varet edhe nga vetë përdoruesit, than nga Ministria e Transformimit Digjital. Kujtojmë se kompania për organizimin e lojrave të fatit online, Megawin, duhej të mbyllej në një prej seancave të qeverisë në shtator të vitit 2024, kjo sipas deklaratave të zëvendës kryeministrit Izet Mexhiti. Por 8 muaj nga ky premtim, kjo kompani vazhdon të funksionojë normalisht dhe pa asnjë pengesë. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut më datë 24 shtator të vitit 2024 vendosi për ndërprerjen e vlefshmërisë të licencave jo legale për kazinot online. Me këtë, edhe ndalimin e bigjozit online në shtet për disa kompani.